Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 27, data 27 shtator të 2025. Duket se është një ditë shumë e rëndësishme në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por gjithashtu ka të bëjë me një takim të rëndësishëm veçantë, sepse duke pasur parasysh edhe çështjet e punës që neve ngadonjëherë i lëm pas dore për arsye kohe ose diçka tjetër që mund të diktojë ose ndikon. Por gjithashtu është një mundësi, një moment mjaft i mirë dhe lidhjet që bëhen, domethënë lidhje me takime punë, lidhje me vendime që mund të merren, vendime pozitive, por krahun tjetër është një moment që duhet të pasur vëmendje në lidhje me takimet që bëjmë dhe arsyet që neve duam që të nisim diçka urgjente nëse është e mundur ose e lëm për një moment tjetër. Kjo do ishte më mirë për sa përket të çështjeve që kanë të bëjnë në fushën e karrierës ose në fushën e biznesit. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me